Ka gjetur mospërputhje në disa prej kutive të votimit tek votat për kandidatët. Më pas, Këshilli për Operacione Zgjedhore unanimisht ka kërkuar nga sekretariati që të bëjnë një verifikim të brendshëm të këtyre votimeve në gjithsej 52 vend votime të 38 komunave. Dhe më pas me datën 12 sekretariati ka filluar të bëjë këtë verifikim, ku gjithsej janë numëruar 33 vend votime, pra janë verifikuar votat e kandidatëve në këto vend votime dhe në bazë të gjeturave ka rekomanduar te sekretariati tek Këshilli për Operacione Zgjedhore themi rinumërimin e 10% të kutive të vend votimeve në të gjithë Kosovën, kurse për 10 komuna ka rekomanduar numërimin e 100% të kutive në këto 10 komuna. Prizreni, Ferizaj, Skënderaj, Shtime, Vushtri, Dragash, Mamush, Kaçanik, Leposaviç dhe Ranilug, pra rinumërimi deri në 100% të vend votimeve, kurse në komuna tjera deri në 10% të vend votimeve. Në bazë të atij procesi të verifikimit të rezultateve, ka dalë një shmangje që për ne ka qenë shqetësuese, pra ka pas deri në 714 votat themi për kandidat që kanë ndryshuar gjatë verifikimit në secilën komunë të vetëm 2 subjekteve, po ka pasur në të gjitha komunat shmangje, disa prej tyre janë normale, sepse janë brenda kuadrit të gabimeve njerëzore, por për ne ka qenë shqetësuese që në disa komuna kemi vrejt një trend jo normal, andaj për të siguruar transparencë dhe saktësi të procesit të numërimit që ka ndodhur në qendrat komunale të numërimit, Këshilli për Operacione Zgjedhore rekomandon tash KQZ-s që të miratoj, pra rekomandimin tonë nga sekretariati, që në 10 komunat të cilat I përmenda të bëhet rinumërimi I kutive në të gjitha vendvotimet e këtyre komunave, kurse në komuna tjera të bëhet deri në 10% të kutive të numërimit. Natyrisht që mbështesim këtë propozim, për faktin se qëllimi ynë I vetëm I gjithëve këtu është që të pasqyrojmë sakt vullnetin e secili qytetar dhe kemi obligim që të marrëm gjitha masat të duhura në mënyrë që vota secilit pasqyrohet sakt edhe drejt. Ajo që ka më shqetëson është fakti që kjo po përsëritet, domethënë çdo palë zgjedhje. Dhe pavarësisht masave të cilët ne gjithmonë kemi tentuar me marr masa sigurie në këtë proces zgjedhor, prapë se prapë po ndodhin gjërat e tilla. Është ndoshta momenti I fundit me mendu seriozisht se cili do të jetë plani ynë në mënyrë që me evitu diçka të tillë dhe nëse pas rinumërimit konstatohet që janë manipulu votat e kandidatëve brenda partive, të gjithë do të paraqiten, bëhet flet paraqitje penale në prokurori për të gjithë ata që kanë numëruar dhe kanë bërë këto manipulime. Por kjo do të vendoset pasi që të përfundoj rinumërimi. Bëhet fjalë për rinumërimin në 914 kutive të votimit, vend votimeve, që shprehën në përqindje I bën 36% të vend votimeve që kanë rinumëruar. Rinumërimi fillon sot në ora 6 dhe ne do të njoftojmë edhe vëzhguesit e subjekteve politike që kenë mundësi për me vëzhgu këtë proces, do të numërohet gjithsej të 23 tavolina të cilat I kemi funksionalizuar sot.